jetë tërhequr. I pa dëshirueshëm në grada. Rikthehemi me Virtual Words për të parë se çfarë po diskutohet në botën virtuale. Aty ku mund të gjendet tashmë edhe raporti botëror i lumturisë i vitit 2026 i publikuar nga Oxford në bashkëpunim me Gallup dhe Kombet e Bashkuara, të cilët rendisin sërish Finlandën si vendin më të lumtur në botë, me mirëqenie duke u bazuar në disa faktorë, të cilat rikujtojmë se janë prodhimi brendshëm bruto, mbështetja sociale, jetësia, liria e perceptuar, bujaria dhe korrupsioni. Por këtë vit raporti ka dhënë edhe gjetjet fundit për sa i përket përdorimit të rrjeteve sociale, sidomos mes të rinjve ku dukshëm është ulur dhe mirëqenia mes tyre. Nëpërmjet edhe anketës së 100.000 personave në 140 vende të ndryshme kanë dalë në fakt në përfundimin se rrjetet sociale janë duke ndikuar drejt për drejt në shëndetjen mendor, por edhe nivelin e lumturisë të personat në gjithë botën. Në fakt, studentët e universiteteve madje kanë shprehur se do të preferonin që rrjetet sociale të mos ekzistonin. Për sa i përket Shqipërisë, si renditet në këtë raport botëror të lumturisë, e 86-ta duke u ngritur në fakt me 3 vende nga viti 2025, ndërsa Kosova renditet e 20-ta në raportin botëror të lumturisë për vitin 2026. E teksa flasim në fakt për raporte dhe studime anketa të ndryshme, Shqipëria renditet e 9-ta në botë për sigurinë kibernetike, duke u ngjitur me 6 vende, krahasuar me vitin 2025. Vlerësimi i indeksit ndërkombëtar të sigurisë kibernetike për 112 vende bazohet në analizën e kapaciteteve kombëtare për menaxhimin e rreziqeve kibernetike. Shqipëria renditet në vendin e 9 në botë për sigurinë kibernetike sipas National Cyber Security Index, indeksit ndërkombëtar që mat nivelin e përgatitjes së shteteve për të parandaluar kërcënimet dhe për të menaxhuar incidentet kibernetike. Vendi ynë vlerësohet me 92.5 pikë, një përmirësim i ndjeshëm krahasuar me vitet e mëparshme. Shqipëria ngjitet nga vendi 54 në vitin 2023 dhe vendi 15 në vitin 2025, drejt vendeve më të avancuara në nivel global në këtë fushë. Vlerësimi National Cyber Security Index që zhvillohet nga e-Governance Academy në Estoni bazohet në analizën e kapaciteteve kombëtare për menaxhimin e rrezikeve kibernetike. Këtu përfshihet kuadri ligjor dhe politik, mbrojtja e shërbimeve thelbësore, menaxhimi i incidenteve kibernetike si dhe zhvillimi i kapaciteteve dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Rezultati i Shqipërisë reflekton përmbushjen e një game të gjerë treguesish që lidhen me organizimin institucional, reagimin ndaj incidenteve dhe masat parandaluese në nivel kombëtar. Sipas raportit, Shqipëria vlerësohet për progresin në forcimin e strukturave përgjegjëse për sigurinë kibernetike, zhvillimin e politikave dhe strategjive kombëtare, si dhe për përmirësimin e mekanizmave të koordinimit dhe reagimit ndaj kërcënimeve në hapësirën digjitale. Indeksi përfshin 112 shtete dhe vlerëson mbi 40 indikatorë që mbulojnë kuadrin ligjor dhe institucional, mbrojtjen e shërbimeve kritike dhe të dhënat personale, kapacitetet e reagimit dhe menaxhimit të krizave, si dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.